Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi në këtë pjesë të parë tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme, ku bota ndodhet ashtu si dim në një moment kritik që ndoshta mund të ndryshojë ekuilibrat global në orët e fundit. Dhe nga njëra anë kemi kërcënimet e hapura të presidentit të SBA-s Donald Trump për të goditur Iranin brenda një nate, dhe nga ana tjetër sinjalet e fsheta për negociatat që po hynë në një fazë vendimtare. Tashmë në mes të kësaj përplasje, OKB ka ngritur alarmin se çdo sulm ndaj infrastrukturës civile mund të konsiderohet krim lufte, por a do të ndalë kjo një superfuqi? Kem të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime generalin Dede Prenga. Zoti Prenga, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, zoti Prenga, deklaratat e presidentit Donald Trump tashmë nuk duken më thjesht si një retorik politike nga ana e tij, por ajo vjen pas një zinxhiri zhvillimesh konkrete ushtarake dhe presionin maksimal ndaj Iranit. Si kemi parë gjitha këto dhe mendon se kemi hyrë tashmë në fazën e fundit para një goditje reale ushtarake? Gjitha zhvillimet e 39 do thoshta të konfliktit apo të operacioneve luftërake SBA Izrael ndaj Iranit, mendoj se kanë patur paralelisht dy zhvillime, atë të fushës diplomatike dhe të fushës e goditjeve në aspektin ushtarak. Kryesisht nga forcat ajrore edhe nga deti. Gjithsesi këto kohë të fundit, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në çdo kohë ka të shpeshta, por jo rrallë kanë qenë edhe kontradiktore, por kjo është e kuptueshme në mënyrë të plotë për sa i përket përgatitjes së të vetëve në radhë të parë, motivimit të tyre dhe detyrimisht që stega ngrihet shumë lart për sa i përket deklaratave, qofshin to për shtyp apo për konsum të publikut në përgjithësi. Qoftë ai brendshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse kemi dy pamje, edhe ai në arenën ndërkombëtare, duke theksuar dhe atë çfarë ju përmendet në lidhje me qëndrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, se çfarë do të quhen dhe si do të cilësohen nëse presidenti i Shtetit Bashkuar bën në realitet ato çfarë thotë për sa i përket ekzekutimit në aspektin ushtarak të goditjes. Gjithsesi, këto mbeten e uroj të mos jenë për të bërë realitet të ardhmen, pasi sot është në mesnatë takon tek ne, po në ora 20 me orën e Amerikës. Unë uroj që të prevaloj dhe të fitoj pjesa e diplomacisë dhe e diskutimeve që janë marrë, si të thush, në iniciativë nga Pakistani, vendet e lindjes së mesme dhe jo vetëm, por ka patur edhe reagime e ndikime të drejtë për drejta nga diplomacitë e fuqishme, si që janë Gjermania, apo ndikimi tek pala kryesore e Kinës, detyrimisht që gjithë bota është vënë përballë një dileme apo një pikpyetje apo një krize të mundshme ekonomike, që po të thush se pjesën më të madhe është prekur nga ky operacion luftarak mes Shtetit Bashkuara, Izraelit ndaj Iranit, për arsye të 20% apo 1/5 të naftës nën produkteve të saj, edhe shumë element të tjerë jetik të shoqërisë që janë të lidhura me gazin, me naftën dhe shumë nën produkte të tjera të drejtë për drejta që lidhen me prodhimin e kësaj lëndë kryesore dhe jetike për shoqëritë njerëzore e mbi gjitha për domosdoshmërinë e jetesës së tyre dhe krijimit të kushteve optimale për të mund mos rënë në recesion apo në krizë. Tashmë kjo ka ndikuar dhe një pjesë e mirë e botës është prekur dhe detyrimisht që kanë filluar, vazhdojnë, por jo të gjitha bën publike, pasi ka disa marrëveshje ose më saktë ka disa kërkesa nga palët, të cilat i kanë paraqitur në maksimumin e mundshëm për të marrë më të mirën për vendin e tyre natyrisht. E në këto kushte kam bindjen që ka edhe problematika të cilat mbase dalja në publik do të dëmtonte misionin dhe objektin për të arritur të mundur që të ulen palët me ndërmjetësim e të diskutojnë për një armë pushim edhe për një marrëveshje paqe. Si dhe detyrimisht mundet të realizohet edhe takimi i drejt për drejt mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Unë jam i prirur të besoj dhe të shpresoj që kjo javë do të jetë me zhvillime intensive, por jo në spektrin ushtarak të goditjeve reciproke e të reagimeve, por në spektrin diplomatik
të mund të uljes dhe të parafrimit të qëndrimeve duke lëshuar të dy krahët pak nga kërkesat e tyre që kanë në maksimum ose të maksimalizuara për të mund të realizuar atë çfarë pret e gjithë bota, armë pushimin së pari dhe së dyti marrëveshjen e paqes për të shpëtuar në përgjithësi edhe gjithë bota nga ky ndikim i pashmangshëm. Jam i bindur që në analistët që kanë bërë ekonomistët e fushës, ata kanë përcaktuar që edhe sikur sot të vendoset armë pushimi dhe marrëveshja e paqes, jam i bindur që efektet negative dhe të rritjes së çmimeve në mënyrë drastike nuk do të pushojnë edhe për 6 muaj të tjerë. Zoti Prenga, nga ana tjetër, nëse Irani nuk do të tërhiqet, cili është skenari më i mundshëm që mund do të brenda këtyre orëve? Unë besoj që Pakistani, Egjipti, Turqia dhe vendet të tjera, përfshirë këtu edhe ndikimin e Kombeve të Bashkuara, përfshirë këtu edhe ndikimin e shteteve të fuqishme të tjera, do të bëjnë të mundur që palët të pranojnë uljen me ndërmjetësim dhe diskutimin e kërkesave të tyre. Kjo i intereson edhe Iranit, kjo i intereson Shtetet e Bashkuara, i intereson botës demokratike në përgjithësi, për arsye të zgjatjes së madhe, për arsye të dëmeve të kolosale dhe për arsye të një krize e cila mund të vejë sepse mungesa e furnizimit me natë, gaze dhe në produktet e tjera është më e gjata dhe më e ashpra në historinë botërore. Ka ndodhur në vitin 1972 një gjë e përafërt, por jo në këtë shkallë, në këtë nivel, kështu që jam i bindur që gjithë aktorët janë të interesuar, po punojnë fuqishëm, do të ushtrojnë trusni për të mund të arritur një armë pushim së pari dhe për të mundur të bëjnë uljen në tavolinën e bisedimeve me ndërmjetësim për të diskutuar kriteret, kërkesat dhe për të ardhur në një finale që duhet të jetë e shpejt për të shpëtuar jo vetëm Iranin, se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Iranin, këtu bëhet fjalë për gjithë lindjen e mesme që është e përfshirë në këtë konflikt dhe gjithë bota, më shumë se 80% që është afektuar nga kjo lloj krize. Qartë, Zoti Prenga, nga ana tjetër, kërcënimi për të goditur infrastrukturën kritike iraniane nënkupton një strategji ndoshta që shkon përtej një sulmi simbolik. Në rast të një sulmi, Zoti Prenga, do të shohim ndoshta një operacion të kufizuar apo kemi ndoshta një fushatë të gjërë shkatruese nga ana e SBA-s? Unë nuk besoj që do të vemi, por për fat keq nëse hipotetikisht mund dhe e kanë në plan që nuk do të arrihet në një mirë kuptim, do thosha me ndërmjetësim për të ulur në tavolinën e bisedimeve, atëherë unë do thosha që do të jetë paralajmëruese për të goditur disa prej tyre, sepse këtë e ka treguar edhe gjatë kësaj periudhe që Shtetet e Bashkuara s'kanë qenë shumë të angazhuar, po Izraeli nuk ka ndaluar së godituri me raketa në forca ke pjesa ajrore e mundësisë në territorin iranian. Nuk ka kursyer edhe disa nga këto objekte që ju përmendet pak më parë. Natyrisht që ajo do të jetë pastaj jo që do të jetë genocid edhe krim lufte, por jam i bindur që do të ketë efekte shkatrimtare, sepse edhe me atë përqindje që tashmë i ka ngel të raketave dhe dronëve të kapaciteteve ushtarake për të vepruar e kundër vepruar nga Irani, jam i bindur që do të përfshijë e gjithë lindjen e mesme dhe do të arrijë të godas e të nxjerrë jashtë përdorimit shumë nga infrastruktura kritike dhe jetike e vendeve të tjera që përbëjnë lindjen e mesme, dhe kjo do të jetë relativisht e paparashikueshme se çfarë mund të ndodhë dhe cilat do të jenë pasojat. Parë në këtë këmbvështrimi, mendoj se të gjithë aktorët, ata që janë të përfshirë dhe ata që nuk janë drejt për së drejti, por kanë efekte dhe në një farë mënyrë duan që të mos përshkallëzohet më tej ky konflikt, kam bindje që do të luftojnë në këtë orë të mbetura fuqishëm për të bërë të mundur uljen e tyre me ndërmjetësim dhe bisedimet të zhvillohen mbi bazën e kërkesave që kanë paraqitur për të dalë në një finalizim, pasi ata të mund
të lëshojnë të dy palët, sepse negociata këtë qëllim ka. Në kur ulesh negociat, vërtet kërkesa etikete larta, por duke parë edhe kërkesat e palës kundërshtare, mund të vihet në përfundimin që të lirojmë e tolerojmë disa gjëra për të vajtur në një marrëveshje të përbashkët në interes të palëve dhe të gjithë aktorëve të tjerë që janë të përfshirë drejt për drejti, por edhe të subjekteve dhe vendeve që nuk janë drejt për drejti përfshirë, por janë të afektuara në mënyrë indirekte. Zoti Prenga, përfshirja e aktorëve këtu si Rusia apo edhe Kina ndoshta mund të ndryshojnë krejtësisht të gjithë balancën e kësaj krize tashmë. Mendoni se ka ndonjë sinjal konkret se këto fushi do të ndërhyjnë apo nga ana tjetër do të qëndrojnë në prapasken? Mendoj se ato do të vazhdojnë të qëndrojnë në prapasken me ndikimet e tyre, deri tani kanë qëndruar në mbështetje të palës iraniane. Këtë e kanë treguar edhe këto 38 ditë operacione zhvillime luftarake mes palëve dhe reagimit nga Irani, krahasuar me operacionet 12 ditore të zhvilluar në qershorin e vitit të kaluar. Por kam bindjen që ka aktorë të tjerë në fushën e diplomacisë që po luajnë fuqishëm edhe me presidentin rus, ashtu edhe presidentin kinez për të mund të ndikuar drejt për së drejti, pasi ata dihet që ndikimi i tyre me Iranin për shkak të marrëdhënieve që kam bindjen që do të jetë shumë më i fuqishëm se sa ndikimet e vendeve të tjera, edhe qoftë ato të rajonit, që në një farë mënyrë janë më shumë të përfshira se vendet e tjera që janë më të distancuara apo nuk kanë lidhje të drejt për drejt as me konfliktin, por as me pjesën e naftës dhe gazit që del nga ngushtica e Hormuzit. Ndërkaq, zoti Prenga, ku pritet të godas Irani si një kundërpërgjigje për SBA-n? Do të përqendrohet në xhirin persik apo ndaj aleatëve të SBA-s, apo edhe më gjerë pasi Irani historikisht ka reaguar përmes rrjeteve të tjera rajonale dhe jo gjithmonë drejt për drejt? Në formë të drejt për drejt dhe me goditje direkte, nëse ndodh, atëherë ata do të reagojnë dhe do të kundërveprojnë vetëm në vendet e xhirit dhe të lindjes mesme. Kurse në mënyrë të indirekte dhe me forma të njohura tashmë të luftës hibride, nuk përjashtohet mundësia që mund të bëhen objekt goditje edhe si thosh interesat amerikane në vendet e tjera, pa përjashtuar, do thosha, Evropën, pa përjashtuar dhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi proksit e vetë i ka të shpërndar, janë të rekrutuar dhe mund ata të veprojnë në çdo moment, presin vetëm sinjalet. Uroj e shpresoj dhe besoj që të mos vej situata në këtë pikë, pa pastaj jam i bindur që do të ketë një zhvillim të paparashikuar nga askush e nuk dim se cilat do të jenë pasojat. Në fakt, zoti Prenga, retorika e përdorur nga vetë presidenti i SBA-s Donald Trump, ku thotë se do ta shkatrojmë brenda një nate, sugjeron një operacion të shpejtë, ndoshta dhe të befasishëm, tipik jo për doktrinën amerikane të goditjeve precize. Sa i përgatitur është, zoti Prenga, realisht Irani për të përballuar një sulm të tillë të menjëhershëm? Unë mendoj se elementi befasi që është i favorshëm gjithmonë për atë që e përdor, por ky element befasi mendoj që ka 38 ditë që ka rënë, nuk ekziston më dhe nuk është në favorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Pasi Irani tashmë është në goditje, ka marrë masat e nevojshme dhe kam bindjen që ai nuk mund të jetë i përgatitur, askush nuk mund të jetë i përgatitur, sado i fuqishëm që të jetë, për të ruajtur, për të mbrojtur dhe për të shmangur goditjen e infrastrukturës jetike, siç janë si mund të themi centralet atomike, apo centralet energjetike, apo sistemet e prodhimit dhe të shpërndarjes së ujit, apo infrastrukturë tjetër jetike. Është e pamundur që të mund të realizohet. Te tregoj edhe fakti që sot mbrojtjen ajrore më të mirë në botë ka Izraeli me 5 nivele të ndryshme, por në sulmet që realizoi Irani si kundërveprim, arriti që të depërtojë në këto rrjeta dhe të godas në disa objekte, qofshin këto civile apo ushtarake të Izraelit. Pra këtu jemi përballë faktit që edhe ai vend që ka mbrojtjen më të mirë në botë e kishte të pamundur për të shmangur gjithë arsenalin e goditjeve nga ajri, si të raketave,
ashtu edhe të dronëve. Kështu që në këto kushte nuk bëhet fjalë, do thosha unë, që me gjithë masat parapreket që ka marrë prej kohësh Iranit, se pasi në finale e kanë ditur që do të arrijnë në këtë pikë, por jam i bindur që nuk mund të realizojë mbrojtje, pasi është e pamundur që me një kapacitet të tillë siç e tregoi sasia e përfshirë e avionëve në kërkimin, gjetjen dhe marrjen e 2 pilotëve që ranë në territorin iranian, në rrëzimin e F-15-s. Pra ishin rreth 170 mjete fluturuese që u përfshin në aksion 24 orë non-stop për të mund të marrë 2 pilotët që ranë nga avioni në territorin iranian. Pra, kjo mund të realizohet, por kësaj sasie masive të avionëve dhe të goditjeve është e pamundur. Pa për e folur këtu pastaj për avionet strategjik B-1 e B-52 që i ka përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë kapacitete të jashtëzakonshme, bëhet fjalë për 2.3 ton një bombë, që mund të hidhet nga lartësi në të cilat nuk ka asnjë lloj mbrojtje kundërajrore, megjithëse mbrojtja kundërajrore e Iranit është dëmtuar në një masë të konsiderueshme, do thonë deri në 86-87%, si edhe sasia e dronëve që hidhen në njësinë e kohës në raport me ditët e para të kundërveprimit të Iranit. Të gjitha këto 38 ditë me goditje të jashtëzakonshme nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë dëmtuar, por jo nxjerr jashtë gatishmërie e luftës gjithçka. Pra ka një kapacitet dhe këte kanë treguar edhe reagimet her pas hershme të Iranit ndërmjet raketave dhe dronëve. Drona është krejt më lehtë sepse prodhohen brenda ditës, kurse pjesa e raketave balistike është më e vështirë për të prodhuar dhe mbi të gjitha vendet dhe shtratet e lëshimit të tyre. Gjithsesi, unë shpresoj, besoj dhe kam një bindje të paktën që nuk do të arrihet në këtë pikë. Është tjetër çfarë thot presidenti, pasi përgjithsisht liderit politik nuk mbajnë përgjegjësi për ato që thonë, por e përdorin kryesisht deklaratat për të motivuar edhe për të bërë presion. Pra ai ka këtë mjet e mundësi e përdor për të bërë presionin të fuqishëm dhe sa më lart të ngritur stegën në mënyrë që të imponojë kundërshtarin, në këtë rast Iranin, për të ulur në tavolinën e bisedimeve të cilën e ka objekt. Pasi një pjesë të objektivave të fillestar të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit janë arritur tashmë, siç është për shembull shkatrimi total i marinës iraniane. Goditja e objektivave dhe thamë mbi 85% të kapaciteteve ushtarake, nuk flas për pjesën civile të infrastrukturës kritike, janë nxjerr jashtë luftimit ose janë asgjësuar. Në këto kushte, them që edhe Irani duhet të bëjë një llogari me mendje të ftohtë të kthjellë dhe të mendoj për vendin e vet, sepse edhe me kaq goditje sa është realizuar deri tani, Irani ka qenë në krizë ekonomike edhe para fillimit të konfliktit dhe me dëmet që janë shkaktuar, që janë vërtet kolosale për sa i përket infrastrukturës ushtarake, janë miliarda dhe do të dojë ndoshta një dekadë, edhe nëse përqendrohet fuqishëm tek industria e prodhimit ushtarak, do të dojë shumë kohë, mbase më shumë se një dekadë për të arritur ato çfarë kishte përpara se të fillonte goditja. Zë dy prenga mendoni se kemi të bëjmë ndoshta me një lojë të dyfishta apo negociata të fshehta, pasi kemi një kontrast mes deklaratave kërcënuese të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe toni diplomatik të përdorur nga ana iraniane, pra që krijon disi një paqartësi mes palëve. Unë mendoj që ka zhvillime dhe do të sjellja një fakt të ditës së dielme kur ju propozuan nga Pakistani se mund të themi 45 ditë i armëpushimit dhe ata nuk e pranuan. Dhe menjëherë ata si kundërpesh paraqiten një kërkesë me 10 pika. Kjo flet më qartë e më mirë që ata janë në marrëdhënie, në bashkëpunim, qofshin këto të deklaruara apo të pa deklaruara, dhe kjo tregon që kanë një dëshirë për të ulur palët dhe besoj që ky vullnet do të bëhet i mundur dhe do të realizohet për të shmangur më të keqen flas gjithmonë më të keqen ekstreme. Kështu që unë shpresoj e besoj që gjatë këtyre orëve intensive të zhvillimit të
çdo lloj mundësie të shfrytëzimit, çdo lloj kapaciteti për të ulur palët me ndërmjetësim dhe për të vazhduar bisedimet. Jam i bindur që është dhe mbetet domosdoshmëri për të gjithë palët, pa folur pastaj edhe për të gjithë ata të cilët nuk janë të përfshirë në mënyrë drejt për drejt, por janë të afektuar. Mendoj se diplomacia botërore është në momentin ku duhet të provoj vetveten me të gjithë kapacitet dhe mundësi që ka për të shmangur më të keqen, se kjo do të jetë pastaj me pasojë jo vetëm për Iranin. A është Hormuzi, zoti Prenga, pika kyçe që ndoshta mund të vendosë të gjithë fatin e negociatave? Kjo është pjesa më e dukshme, pasi ata e kanë nën kontroll dhe detyrimisht aty kanë edhe pjesën ekonomike të lidhur mbi 90% të asaj që quhet furnizim me aritëzi si nafta. Kështu që detyrimisht që ata do ta mbajnë, do ta mbrojnë, do të përpiqen me çdo kusht për ta patur, sepse nuk është e lidhur vetëm me sotmja e konfliktit, por është e lidhur edhe me të edhe e ardhmja e ekonomisë së Iranit. Dhe detyrimisht që ata jam i bindur që do të këmbgulin deri në pikën e fundit, por unë mendoj se si finale kjo ngushticë do të kalojë në kontrollin e një koalicioni ndërkombëtar ku nuk do të ketë pjesë as Irani, as Shtetet e Bashkuara e Izraelit. Kjo është hedhë si ide, ka patur propozim evropian dhe kam bindjen që drejt kësaj do vej. Pra, siç ka qenë edhe përpara konfliktit, pa çka se sa e ka kontrolluar, kam bindjen që kështu do të jetë edhe pas konfliktit, pas vendosjes së armëpushimit, do të jetë një koalicion ndërkombëtar me ndikim drejt për drejt e me mandat edhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që do të bëjë të mundur mbajtjen nën kontroll të ngushticës së Hormuzit dhe lëvizjes së lirë dhe të sigurt të transportit tregtar. Se i përket zoti Prenga përplasjes mes OKB-s dhe deklaratave të Donald Trump, i cila tashmë duket se ka kaluar në një nivel serioz, mendoni se kriza po hyn tashmë kriza në një fazë ku Shtetet e Bashkuara ndoshta rrezikojnë të veprojnë jashtë të gjithë kornizës ligjore ndërkombëtare? Këtë fatkeqësisht e ka dhënë provën, pasi ngritja e bordit të paqes ishte, si mund të themi në një fjalë, karshillëk që ju bë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe organizata të tjera ndërkombëtare, për fat të keq, për mënyrën se si ata e kanë menaxhuar situatat e konflikteve, jo tani, por shumë më herët, dhe produktiviteti që ato i dobët që kanë patur, për fat të keq, ka ardhur momenti në atë pikë që autoriteti i tyre me punën e tyre nuk është më ai që do dëshironin të gjithë vendet anëtare për të ndikuar e për të ndërhyrë dhe për të marrë masat e nevojshme aq sa kapacitet e mundësi e hapësira ka në konfliktet e ndryshme. Kështu që ngritja e bordit të paqes në mënyrën se si u realizuar, do thosha që është një dyzim apo palosje e asaj që do të bënte Organizata e Kombeve Bashkuara. Në një farë mënyrë është ngrit një strukturë tjetër paralele që po i merr në një farë mënyrë kompetencat që ajo ka për të vepruar në raste të tilla. Le të shohim në të ardhmen se çdo të ndodh edhe me bordin e paqes, por edhe me vetë Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Është diçka serioze, por që nuk mund të themi asgjë për momentin se cili do të jetë fati i njërës apo tjetrës në një të ardhme jo të largë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur e fundit, cili është fronti më i rrezikshëm tashmë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pra, është fronti ushtarak apo nga ana tjetër kemi atë diplomatik? Unë mendoj se fronti që duhet këmbgulur me çdo çmim është fronti diplomatik, sepse sado që të zgjas ai ushtarak, në fund do të jetë finalizimi nëpërmjet uljes në tavolinën e bisedimeve, armëpushimit dhe vendosja e nënshkrimit një marrëveshje paqe të qëndrueshme të gjatë. E qartë. Mirë, zoti Prenga, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të rikthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur te Kosova dhe Serbia.
Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Kosova dhe Serbia. Do të flasim fillimisht për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se është gjetur një lëndë plase me fuqi të madhe shkatërruese gjatë një hetimi rreth kërcënimeve ndaj infrastrukturës së gazit në afërsitë të kufirit me Hungarinë. Dhe kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime zotin Jeton Alimi. Zoti Alimi, ju përshëndes kënaqësia. Faleminderit, përshëndetje juve. Atëherë, zoti Alimi, eksplozivi gjetur pranë tubacionit të gazit ka tronditur gjithashtu Serbinë, por edhe Hungarinë, dhe zyrtar kanë paralajmëruar një rrezik të madh për furnizimin. Sa reale është kjo dhe çfarë ka ndodhur realisht? Po përderisa nuk ka shkuar hetime deri në fund dhe nuk ka të arrestuar, nuk mund të themi asnjë send nderuar. Po shpresoj se ata persona që kanë menduar këtë gest jo të mirë për shtetin e Serbisë, edhe për shtetin e fqin atje, Hungarinë, besoj që është kjo më së qartë që nuk dojnë qetësi në atë pjesë. Dhe nëse vërtetohet tamam se ka pas grupe të interesit apo është sajuar nga shërbimi inteligjent i Serbisë dhe njerëz të fuqishëm, atëherë këtu është për politikë dhe populizëm dhe për narracion një ditor apo një javor për të mbajtur atë pjesë të popullatës kinse ja pra po dojnë me sulmu Serbinë dhe jo që është me bo fuqishëm me ato politikat e tjera populiste shoveniste kundër Ballkanit Perëndimor, sidomos kundër shtetit të Kosovës dhe institucionet e tyre, dhe mundohet të gjejë fajin apo mund të fajsoj ndonjë personalitet apo ndonjë grup siç ata e quajnë terrorist, po besoj ajo ko ka përfunduar e këtyre politika, apo shpresoj që mos të vi ai moment dhe të zbulohen aktorë dhe të dalin para organeve zbatuese dhe duhet të marrin akt gjykim meritues sa e shohin ligjet e Republikës së Serbisë sipas kodit penal dhe kodit procedurës penale të Republikës së Serbisë. Në fakt, zoti Alimi, Vučić ka njoftuar dhe Orban për incidentin, ndërsa dhe nga mediat është raportuar se grupet përgjegjëse mund të kenë synuar këtu edhe mesazhe politike. Sa të afërta i shihni këto lidhje politike mbas këtij incidenti dhe a mundet të tensionohen tashmë marrëdhëniet midis Serbisë dhe Hungarisë edhe me gjërë më tej? Po tash nëse veç që mendohet në atë rrugë apo në atë objekt që mund të ketë prishje të marrëdhënie, besoj që është e pamundër se e dimë edhe Hungaria e ka përkrahur edhe Serbinë çdo aspekt dhe politikat e tyre, dhe tash nëse mundohet me gjithë ndonjë fajtore për pretekst prishjen e marrëdhënieve, ajo është keq subjektive dhe mes shtetit Serbisë dhe Hungarisë, dhe nuk duhet përzimi në atë aspekt, po sa i përket anës së sigurisë, besoj që të dy vendet i kanë bo vlerësimin të tyre të sigurisë, qoftë nivel nacional dhe apo lokal, dhe mendoj që nuk ka vend për shqetësim, po unë mendoj më shumë është populizëm se sa diçka që të ketë serioze që ka mund të ndodhë, se nëse veç që kish mujt me ndodhë, se veç kish dashur të mos sulmuaje, kish mund të kryej shumë letë nga njerëz profesionistë që kanë quar atë mjesh përthyes aty, dhe veç ish pre komanda dhe ish shku gjithçkanaj, po besoj kjo unë më shumë mendoj është orkestruar nga shërbimi inteligjencë serbe se sa të marrin guximin ndonjë person të shkojnë atje, se çdo kon ka roje dhe ka kamera monitorimi në ato vende dhe jo let mund të futet ndonjë mjeç përthyes atje siç e ka pretenduar Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tyre. Ndërkaq, zoti Alimi, tubacioni ka lënë nëpër Bullgari dhe Serbi duke lidhur kështu gazin rus me Europën dhe sigurisht që çdo incident do të kërcënonte sigurinë energjetike. Sa i lartë ka qenë rreziku, nëse kjo është reale apo jo, ende nuk e dim për një ndërprerje të furnizimeve energjetike rajonale? Po rreziku nuk besoj që ka qenë i madh për shpërthyjar. A pasojat nëse veç kishin shpërthyer në hipotekë do të jetë shumë katastrofale, se dim se gazi rus ka lënë antena dhe furnizohen në shumë shtete. Dhe kjo është më shumë qëllim apo më shumë pretekst apo më ju bë një argat Rusisë dhe një farforme me kthye që shtot populli rrugën andenën nga Rusia jo nga bashkia evropian, dhe një farë lutje kundrejt presidentit Putin nga ana e Vučićit, se besoj e dim shumë qartë, kemi thonë sa herë të ju nderuar se Mo Vučići është djegër pranë tavolinës së zotit Vladimir Putin dhe të gjejë mënyra apo pretekste të tilla për të kthyer në sofrën e tij apo në tavolinën suedeze, të thojmë kështu, vetëm për të shërbyer dhe për të nejtur më shumë në pushtet, po kjo është e pamundër se
Putini e shes si të djegër Aleksandr Vučićin dhe ka gjetë lojtarin tjetër Aleksandr Vulin dhe kjo politikë është hërvatje mes Vučićit dhe kamuflimit të situatës e protestave atë që janë dhe ndodhi që po ndodhin në Serbi dhe në Beograd me protestat të studentëve se ende nuk kanë të ndalur dhe maltretimin nga shërbimet e inteligjente, policisë edhe inteligjenca e ushtrisë dhe sane shtypja studentëve besoj është që shumë është e qartë dhe nuk do në koment. Dhe çdo matematik tjetër apo formulë tjetër kundër kësaj është e dëmshme dhe besoj që Vučići më tash nuk ka të shkojë shtet për murin dhe me themelisë të Kosovës duhet vazhdojnë edhe bisedimin Kosovë-Serbi dhe edhin shumë që e presin edhe Serbinë edhe Kosovën, që është të t'jallojmë kohës dhe besoj që shumë është e mirë dhe që kemi kohë për të shikuar gjërat edhe nga afër dhe ndodhin momente në themelin e institucionit të Kosovës, ç'është presidenti se veç janë themelimin, tash veç që themelojnë institucionin për ishte ajo masa siguruese e zonës Osmani që patë nga gjykata kushtetuese me atë veprimin e ish presidentës Osmani dhe tash nëse kalot që ngërçi politikë me zgjidhjen e presidentit apo presidentit të Kosovës, puna do të mbar. Nëse jo shteti do të në zgjedhjen mbas këtij afati që ka dhënë gjykata kushtetuese, po që presidentin dhe shpresoj që mos shkojnë në zgjedhje, po nëse veç kryqëria e presidentit punën e parë që të Kosovës ka në bisedime Kosovë-Serbi dhe zbatimi i marrëveshjeve, sidomos kjo zajednica apo asociacioni i shumicave me komunë serbe. Në fakt sa i përket zgjedhjes së presidentit në Kosovë, zoti Alimi ka nisur ditën e sotme takimi i kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti me të parën e lidhjes demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ku do të flitet sigurisht për lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Dhe kuvendit të Kosovës i kanë mbetur dhe 22 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri. Çfarë po ndodh realisht dhe çfarë po diskutohet në këtë takim? Po Albini tash është i njoftën e nderuar me zonën e Zëndelit si për këto lojra dhe për këto kamuflime, kinse do në të bëj zgjidhje, po do në njerëzit e vetë, nuk do në kandidat pa libres partijake, nuk do në kandidat konsensual, po do njerit vetë që ka shërbyer zonja Osmani, dhe kjo është e qartë dhe besoj shumë mirë edhe opozita ka bërë të qartë. Presidenti qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, ka lënë nga zyrat e LDK-s dhe PDK-s dhe ishte letra ishte opinion i zotit Bedrian dhe kryetarit PDK-s se duhet të qartësohet me letër konkrete pse do shkojë në takim, nëse dënë ta japësh këtë pozicion, nëse jo shkojmë në zgjedhje. Dhe edhe më shumë i zoti Kurti se mund të dëmtohet me përqindjet votave dhe është pikpyetje themelimi i vetë institucioneve dhe duhet të ketë hisedar edhe në qeveri. Dhe këtë Albin Kurti deri në minutat e fundit po shpresoj të gjendet një zgjidhje se të preferuar e ka LDK në Albin Kurti dhe jo PDK, po lojrat e tij politike nuk kanë të ndalur dhe populizmi mundohet deri në minutat e fundit, që thot ai fjala popullore ngre panë mos e kaput. Dhe Albin Kurti din këto lojra mirë dhe din minutu nuk të ujra të këqija, po këto po dëmtohet shteti i Kosovës, reputacioni para meqvetan, para amerikanëve dhe popullatash në varfrit të skjashme, e kemi pa luftën në Iran, shtrejtësimet me karburantin dhe me gjenat ushqimore, shporta qytetarë të zvogëlar tepër dhe kjo s'do në koment dhe besoj që çdo familje e ka çdo ditë jetën më të vështirë siç e ka pasur javën e kaluar, muajin e kaluar dhe besoj të thirrë mendet edhe Albin Kurti, edhe opozita s'ka faj është Albin Kurti dhe besoj që shumë është e qartë se Albin Kurti nuk don president konstitucional, don njerit veti, e kemi pa të qartë, nuk don koment dhe shpresoj që t'ja jap qoftë LDK, qoftë BDK çështjen e presidentit dhe të kryet kjo punë se në 80 vota zgjidhet president apo presidenti i Kosovës dhe nuk duhen 84 vota apo 85, ajo është populizëm dhe me kalkulim politik i zotit Kurti që thot para media dhe para gazetarëve. A mundet kjo mungesë e votave, zoti Alimi, që të shkaktojë ndoshta një bllokim institucional sërish në Kosovë? Po s'ka mungesë votave, ndërmjet se me 80 vota zgjedhët çështja e presidentit, kaq. Dhe Albin Kurti ka aluduar kinse ka pas përçamen në LDK me profesorin Abdullahotin dhe me profesoreshën dy të ekonomistë shumë të respektuar, Hikmete Bajrami, dhe besoj tash kur të bëhet marrëveshje politike nga lideri i partisë, besoj që nuk ka vend për të kundërshtuar dhe kjo është e qartë. Dhe kryetaria Abdixhiku profesorit din shumë mirë që kur të bëhet marrëveshje politike dhe duhet të thirrën të gjithë ata
deputet që i ka në Komandën e Kosovës Po, mos harrojmë se vetëvendosja ka 14 deputet më pak se numri i duhur për zgjedhjen e presidentit. Po, VV-ja i ka edhe votat e minoritetet tjera, jo shumic që janë, Goran, Roma, Shkali, Bosnjak e të që besoj që ato e përpasojnë mbi 81 vota me to. Besoj dion zonë vendeli dhe besoj këtu s'ka kalkulim tjetër. Kjo veç a don me jap çështën e presidentit dhe esën matutje. Çdo kalkulim tjetër në dëm të institucioneve dhe reputacionit të Kosovës. Pikësh kjo. S'ka çka këtu matutje. Atëherë, afati i fundit, zoti Elimi, është data 28 prill, pra që përfundojnë 22 ditët ky afat i fundit. Çfarë skenari pritet nëse nuk do të arrihet një marrëveshje brenda këtyre ditëve? Po, nëse nuk arritet deri me 28 prill, është obliguar që mrena 45 ditë tash ushtruesja e detyrës sekretarit Komandës zoni Albulena Agji, që është funksion në parë të shtetit, do të thirr partitë politike dhe do të saktojnë datën e zgjedhjeve mrena 45 ditëve. Dhe s'ka matutje dhe do të gjiten një datë e përshtatshme dhe këtë Albin Kurti më nuk e ka tash pavarësisht që zoni Agji, po nuk mund nëse 45 ditë të vazhdojë ky kalkulim apo në llogaritjet e morgjimtare mi quhe zgjedhjet në kohë të pushimeve verore, siç ishte edhe pushimet të fund vitit që morgjimtar që pranoi edhe zoni Osmani vetë që ja ka siguruar datë koordinim me zotin Albin Kurti. Dhe besoj ta shumë është e qartë. Mrena ti afate, nëse nuk zgjedhet 28 prill të këtij muaji, besoj shteti mrena 45 ditë do të shkojnë në zgjedhje, do të shpërndahet parlamenti dhe besoj të bëhen përgatitje për zgjedhjeve dhe të KQZ-ja si organ kryesor për organizimin e zgjedhjeve dhe të fillojnë përgatitjet për vend votime dhe shtypjen e votime materiali sensitive të dhe përgatitjen koordinim me institucione tjera do të mbahen zgjedhje dhe të dalin para sovranit prapë të harxhiten edhe 9 milion tjera shtesë që dëmtojnë shumë shtetin dhe buxhetin e Republikës Kosovës në këtë kohë këtë varfëri të skajshme. A mundet zoti Elimi LDK-ja ndoshta të bëhet vendimtarja pra e zgjedhjes së presidentit dhe sa i mundshëm është kompromisi brenda këtyre 22 ditëve? Ndërmend LDK-ja është e gatshme përderisa ka shkuar në takim dhe ke dërguar ftesë. Kjo është e qartë. Çështja është në tavolinën e zotit Kurti, jo në çështjen e LDK-s të profesorit Abdixhikut. Çështja është e zotit Kurti. Kurti don ta ja pozitën e presidentit në rregullimi. Bën marrëveshje politike dhe shkojnë matutje, votat i ka të sigurta. 81 edhe me 80 mund të kryhet dhe pikë është dhe s'ka këto punë opozita. Opozita është e gatshme përderisa ty të shkon në bisedime dhe bisedan dhe ti bën kalkulime politike dhe populizëm sa e poshtën e presidentit dhe nuk mundet edhe vetë ka pranë zoti Kurti, nuk mundet zoti Kurti me majt të 3 pozita të kyçe. Kryeministin, kryeparlamentarin dhe të parën e shtetit. Dhe kjo është e qartë. Dhe nëse i merr të 3 atëherë shkojnë në sundimtar dhe një Kim Jong dhe jo një farë shtet që e ka me kushtetues republikën parlamentare dhe besoj që është e qartë. Po Albin Kurti mundot të harvate dhe të blej kohë dhe të bën kalkulime politike, kështu është e qartë. Ekskluzivisht është dorën e Albin Kurti dhe nëse shkon në zgjedhje bara bie jo mbi opozitën, po bëj Albin Kurtin. Kaq, dhe shumë është e thjeshtë. Nuk don këtë diçka për zbuluar ujë të nxehtë apo diçka. Këto shumë është e thjeshtë. Albin Kurti s'do më jap postën e presidentit kaq. Dhe besoj që më në fund duhet të thirr mendjes se të gjejnë hapësirë dhe të gjejnë mendim dhe të gjejnë rrugë për të arritur marrëveshje. Dhe çdo neglizhim të humbje kohë është dëmtim i reputacionit edhe zotit Kurti dhe vetë shtetit Kosovës para miqve tanë se jemi ngopë me zgjedhje, e ka pranuar edhe vetë dhe tash Albin Kurti jetë në pozitat palakmueshme dhe shpresoj të thirr mendjes dhe duhet urgjentisht të zgjedhet çështja e presidentit dhe shpresoj që mbas zgjedhjes së këtij presidenti të jetë i fundi për ndamin e kulaçit dhe presidenti mas pasite të tjera të zgjidhen nga populli, nga sovrani dhe jo është më lehtë edhe nga institucionet e Kosovës, edhe ndamja e kulaçit më zvoglohet dhe është shumë të qartë dhe nuk ka kohë për zvarritje, për kalkulime politike dhe për të çuar në gjykatë kushtetuese të gjitha ato kërkesat shumë palidhe, shumë idioteske, vetëm për bler kohë dhe e kanë ditë shumë të qartë çka mund të veproj ai pozicion ky po ja pra
e kanë gjetë si gjykatën kushtetuese si njët për në dhëmë vendim, po shëqyrë që janë edhe këto institucione dhe për blerë kohë dhe të janë karotat e fundit që mundet të i përdorin për arritjen e qëllime politike, personale, partijake për të gjithë partit, të pajmon, po sidomos lëvizja vendosë dhe Albin Kurti. Sa real është një skenar, zoti Alimi, ku zgjedhja e presidentit mund të shkojë për tek këtij koalicioni aktual? Po reale është nëse ka bisedime, ta kam thënë në intervistën e kaluar, nëse edhe ashtu veprunë se pindëgjojnë tash edhe profesionistët, analistët, edhe liderët, kam thonë nëse nuk del, nderume, nëse nuk dalin para mediave dhe nuk ka marrëveshje politike, hapësira për marrëveshje shumë është e lartë dhe manipulim dhe manovrim me votën dhe në sovranë dhe kaq. Dhe si dul edhe profesor Abdigjiku që tha nuk ka marrëveshje politike, besoj që gjithçka ajo kohë ke humbur dhe shkoti. Po dhe Albin Kurti më ne kemi gjithë një farforme munot t'i fajsoj opozitën, gjej pozicionin, jo ishte kandidati Glauko Njuca, jo doktoresha respektuar Zona Mullhaxha, vetëm fund gjithmonë rezultati për veti, jo. I ki pozicionet, krye parlamentare, po përsëri prapë. Ti kryeministër, apo bëni marrëveshje politike rotacionin e pozicioneve, mundet e lejen kushtetuta dhe ligji, dhe ti bënë president, udhëheqi bisedimet Kosovë-Serbi, dhe profesor Abdigjikut të bëtë kryeministër dhe dalë kulashi. Jo, nuk do në këtë, lëshoje pozitën e të parë shtetit, se nuk takojnë të tri ato pozicione si parti dhe pik. Dhe vetë e ka pranuar zoti Kurti i nderumi që nuk mund të fitoj 80% për mi matë. Edhe në shkohet, në zgjidhe prap, këtë pozicion duhet ja dikujna pik. Dhe pse të hargjitën 9 milion euro buxheti këtë skamje politike, katastrofale, zhvillimet me luftën në Iran, Ukrainë, dhe vend që të ndihmon me ato mjete qytetarët e Republikës Kosovës, familjes kamnore dhe njerëzit të papunë dhe punëtorët privat, duhet të japin zgjedhje për të punëtorë që do t'i çoj partit politike që do të marrin nga një rrogë aty dhe do të harxhiten për material sensitiv, për letra dhe punë, kur ditë rezultati mund t'ja vijë 50% dhe prapë do të vinë të njëjtën pikë. Dhe kjo është budallaki për shprehjen e kësaj qëllimi terminon pak, po me kuptu vëllezërit në Shqipëri atje, është i sojt vetë që prapë do të vinë në situatë një dhe prapë tavolina do t'i zgjedh punë. Dhe çfarë do të bëjnë prapë dhe çfarë do të thonë këta para se voran, çfarë do t'i jap Albin Kurti para se voran, thotë kënd do ta shoj Albin Kurti, kënd do ta kritikoj kur ai ka pas në dorë. Unë jam profesor universitar, unë e qes 5, unë e qes 6, unë e qes 8, për mi ndihmu edhe kë, për mi ndihmu situatës dhe rrethana politike, aja ka në dorë. Duhet aja presidentin Albin Kurti dhe s'ka rrugë tjetër, çdo kalkulim tjetër, çdo pozicion tjetër, po nuk duhet të kesh përdorët pozicioni i politikanit apo i kryeministit, me gjithë respektin për zotin Kurti, mund ta kritikojnë zotin Kurti, për jo sjellje, po është kryeministri i jam i gjithë Kosovës, po e ka qasën të gabua, shpresoj që të reflektoj zoti Kurti dhe kjo jap qopë dëkën pozitën e presidentit dhe mos bëjnë kalkulime politike dhe mos ta çojnë shtetin në zgjedhje. Dhe kjo nuk do komente nderuar me zonën Zëndeli. Dhe s'ka këtë çdo matematik tjetër, çdo lëvizje tjetër është ndëm të shtetit të institucionit të Kosovës. Pikërisht. Në fakt janë zbardhur disa deklarata sa i përket takimit që është zhvilluar ditën e sotme me zoti Alimi, ku Kurti është faqur optimist për arritjen e një marrëveshje duke deklaruar se ka vullnet për të shmangur zgjedhje dhe marrëveshja nga ana tjetër mund të ndodhë, por në anën tjetër ka qenë Abdigjiku i cili ka ritheksuar qëndrimin e tij se një parti mund të ketë pra 3 pozitat kryesore, duke lënë të kuptohet se pa marrëveshje vendi nga ana tjetër mund të shkojë në zgjedhje dhe ndërkohë edhe Partia Demokratike e Kosovës ka vendosur kushte për një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke kërkuar formalizim të ftesës dhe seriozitetin institucional. Po ashtu ka pasur edhe kritika për qasjen e PDK-s, duke vlerësuar se mungesa e emrave konkrete bën të vështirë arritjen e një marrëveshje për presidentin dhe Kurti ka theksuar se pa propozime konkrete procesi do të mbetet tërësisht i bllokuar. Si shihni të gjitha këto? O zona Zëndeli, faleminderit shumë për këtë pyetje. Unë e thash pak më radh. Profesor Abdigjiku mbas takimit e tha dje.
nuk ka marrëveshje politike që do thot se jep zoti Kurti këtë pozicion. PDK-ja ju ka thonë, sharin publik, dërgoj një letër dhe jepe pojën për me dhonë presidentin. Kaq, u thamë ato. Dhe s'do në tjetër. Dhe Albin Kurti është tipik lojtar që din me manuvru me opinionin dhe me popullatën. Diçka tjetër, Albin Kurti thot në opinion para media, para gazetarve, dhe diçka tjetër vepron në takim. Kjo është lojë shumë është e keqe dhe edhe kundër ndaj institucioneve, kundër ndaj sovranit, ndaj gjithëve. Diçka tjetër thu në opinion dhe diçka tjetër vepron në takim. Dhe kjo lojë dy fish dhe është idioteske dhe nuk don koment. Dhe nëse Albin Kurti nuk e jep çështjen e presidentit, bile nuk ka arsye pse të shkojë në takim dhe pse t'i ftoj. Kjo është e qartë, se opozita janë të vendosur, nuk ta dhojnë pozicionin e presidentës. Dhe kaq, dhe pse i bën ato arvatjet zoti Konjufsa, njëri respektuar, ministri i jashtëm, që mund ta bëj lojra politike dhe qoftë njëkën Mullhaxha shumë të respektuar në lizën e vendosja dhe nga opinioni, ti maltretoj ti qes para opinionit e të bëj lojra politike. Lej në pozicionet e tyre ku janë dhe jepe presidentin dhe kaq, ecim atutje. Dhe kjo manipulim dhe kalkulim e zotit Kurti, lem bashllëk për analiza jo të mira kundë. Faje kryesor është Albin Kurti dhe thonë po na morgjimtarë thonë pse pe kritikojnë. Po fajnë është Albin Kurti, 3 pozicionin nuk i takojnë. Dhe çdo manipulim 20 herë, 50 herë, në çdo intervista që ne ka Albin Kurti, donte ajo presidentin, shteti nuk shkon në zgjedhje, shton 9 milion euro dhe është e qartë. Dhe çdo manipulim tjetër, çdo kalkulim tjetër është ndonjë asit popullit dhe institucionet Kosovës. Dhe pik, s'ki qka tute, qëfar dush fjallë tjeta, elaboroj, qysh dush. Opozita nuk ta jap presidentin pikësh, dhe duhet gjitet formula tash, kjo e ka ma të preferuar LDK-n për shprejna kështu e ndërume, se edhe ftesa që ka thonë, edhe vitin e kaluar, për bashkëqeverisja ka pas të preferuar LDK-n, dhe kjo lojra me numra është politike dhe manipulim i opinionit se Kushtetuta dhe ligji i Kosovës e thot me 80 vota në kuti zgjedhët presidenti dhe presidenti arbitës Kosovës dhe kaq. Dhe rregullimi këtu. Dhe ajo vot që thonë 85 është strategjia Albin Kurti për të kaluar lume pa lak, po nuk mundet pa dhënë këtë pozicion shtetin shkon në zgjedhje. Këtë e kitë të sigurt. Qartë. Mirë, opozita është e vendosur. Ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Falender, kënaqësia në sjelljes. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër deri atëherë. Mirupafshim.